Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Istria Mickovski paralajmëron bisedime për rishikimin e koalicionit qeveritar. Deputeti vëmëror DPMNE-s Antonio Miloshovski në intervistë për Alsat theksoi se nuk janë të gëzuar që ka turbulenca në koalicionin Vlen. Tani të shohim se çfarë mundemi ne si parti më e madhe politike të ndihmojmë në menaxhimin e procesit. Të mbrohet uniteti i shumicës parlamentare, por në çdo rast stabiliteti i qeverisë nuk është i rrezikuar, deklaroi Antonio Miloshovski, deputeti vëmëror DPMNE-s. Partneri i qeverisë i vëmëros Lëvizjes Nam është e bindur se përplasjet brenda Vlenit nuk janë kërcënuese për stabilitetin e qeverisë. Megjithatë, Nam deklaron se çdo kush që bashkëpunon mbrapa dyerve të hapura ose të mbyllura me BDI-n e pareformuar për Lëvizjen Nam është e papranueshme të jetë pjesë e partneritetit, thon nga Lëvizja Nam, pjesë e koalicionit qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Më herët kreu i Lëvizjes Besa Bilal Kasami paralajmëroi rishqyrtim të marrëveshjes së koalicionit me Vlen me partnerët qeveritar pas largimit të Arben Taravarit. Ndërsa kreu i Aleancës për Shqiptarët në disa dalje publike ka theksuar se do të vazhdojë të qëndrojë në qeveri derisa nuk kërkohet largimi i tij nga kryeministri Istria Mickovski. BDI në Republikën e Maqedonisë së Veriut pretendon se programi i ri i Byros për Zhvillim të Arsimit pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për lëndën histori dhe shoqëri në klasën e 7 përfaqëson një hap prapa dhe një pyetje të rëndë për shqiptarët. Mungon çdo përmendje për shqiptarët dhe për rolin e tyre në zhvillimet historike, kulturore dhe shoqërore të këtij shteti. Ky nuk është një ndryshim teknik, është një mesazh politik për të krijuar një histori ku shqiptarët nuk ekzistojnë, thuhet në kumtesën e BDI-s. Opozita i bë thirrje autoriteteve të tërheqin këtë program të njanshëm dhe të rikthejnë një qasje gjithëpërfshirëse që reflekton realitetin shoqëror dhe historik të Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Misioni ndërkombëtar i vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri e vlerëson të rregullt procesin e mbledhjes së votave të emigrantëve në Tiranë. Deklarata e kreut të misionit të OSBE-ut Dirit, ambasadorit Lamberto Zanier, erdhi në prani të kreut Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lirian Celibashi. Në një prononcim të shkudur për media, Celibashi kërkoi nga politikanët të shmangin komentet mbi votat pasi cënohet integriteti i procesit votimit të diasporës. Ai siguroi se vota e zgjedhësve nga jashtë është e garantuar dhe askush nuk mund ta di përmbajtjen përfshirë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qendra e re e kontrollit të trafikut në Kamos u vizitua nga kryeministri. Në prani të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, Edi Rama e cilësoi atë njërisi të shumë pritur për sigurinë rrugore dhe jo vetëm, ku bashkërendohen një sër projektesh dhe skuadrash ku gjithçka do të ndërlidhet me projektin e revolucionit digjital Qyteti i Mençur. Sipas tij, kjo do të garantojë monitorimin e të gjitha rrugëve 24/7 dhe koordinimin e policisë rrugore, urgjencës kombëtare dhe mjekësore dhe emergjencave civile. Kreu i qeverisë tha se është detyrim që kjo të shoqërohet me një reformë ku të gjitha urgjenca dhe thirrjet të jenë të unifikuara. Me rrugë një kapitull i ri në historinë e administrimit të territorit dhe në historinë e asistencës për qytetarët në gjitha nivelet, në nivelin e sigurisë rrugore, në nivelin e urgjencës mjekësore, në nivelin e emergjencave civile dhe është një detyrim i madh që të ta shoqërojmë me një reformë ku të gjitha urgjencat dhe të gjitha thirrjet e të gjithë të drejtimet të jenë të unifikuara. Kjo është ajo që na duhet, ndërkohë që gjithë kjo qendër moderne e monitorimi do të mbështetet nga sistemi i qyteteve të zgjuar ose Smart City me rrjetin e kamerave inteligjente dhe me inteligjencën artificiale që do bëjnë të mundur që në kohë reale të mbledhet i gjithë informacioni në çdo metër, jo në çdo kilometër, për të gjitha natyrat e problematikave. Zëvendës kryeministri Balluku informoi se qendra do të funksionojë me 122 operator, ku në këtë fazë fillestare të monitorimit janë lidhur me kamera 200 kilometrat e parë që mbulojnë autostradat kryesore Tiranë-Durrës, Durrës-Rogozhin, Rogozhin-Fier dhe Fier-Vlorë. Sipas asaj, synimi final është mbulimi i 3650 kilometrave rrugë që janë aset i inventarit të autoritetit rrugor shqiptar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.